Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 29 maj dhe Kishana Ortodokse na afron lexojmë nga Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 17, vargu 18 deri në vargu 26. Para se ta komentojmë sipas etrave të kishës son, le ta lexojmë këtë pjesë të Ungjillit sipas Johanit. Sikurse ti më ke dërguar mua në botë, po ashtu unë i kam dërguar ata në botë. Dhe unë për ta po shenjtroj vetveten, që dhe ata të jenë të shenjtruar në të vërtetë. Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por dhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre. Që të gjithë jenë një, ashtu si ti o atë je në mua dhe unë në ty, dhe ata të jenë një në ne, që bota ta besojë se ti më ke dërguar. Dhe unë u kam dhënë lavdin që më ke dhënë, që ata të jenë një ashtu si ne jemi një. Unë jam në ata dhe ti në mua, që t'jenë të përsosur në unitet dhe që bota të njohë se ti më ke dërguar dhe që i ke dashur ashtu si më ke dashur mua. O atë, unë dua që aty ku janë ata të jem me mua dhe ata që më ke dhënë, që ta shohin lavdin time që më ke dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit të botës. Po atë i drejtë, bota nuk të ka njohur, po unë të kam njohur dhe këta e ka njohur se ti më ke dërguar. Dhe unë i kam bërë të njohur emrin tënd dhe do ta bëj të njohin akoma që dashuria me cilën ti më ke dashur mua të jetë në ta dhe unë në ta. Pra, kjo është pjesa e Ungjillit që lexojmë sot dhe kjo është pjesa e lutjes kryepërfitore të Krishtit, drejtuar Atit Perëndi, dhe etrit e kishës e shohin këtë si pjesë të zbulesës së dashurisë së Trinisë, të unitetit të kishës dhe thirrjes së besimtarëve për shenjtëri. Por le ta marrim varg për varg dhe ta komentojmë sipas etrave, sikurse ti më ke dërguar mua në botë, po ashtu unë i kam dërguar ata në botë. Shënjohu i Arti për këtë pjesë thotë se Isui po jepte apostujve të njëjtën mision që mori nga Ati. Pra, do të dim se Isui është apostulli i Atit bashkë me Shpirtin e Shenjtë, por Isui, Zoti Jezu Krisht, birë dhe fjala e Perëndis bërbir njeriu, mori dhe zgjodhi 12 apostujt dhe 70 dishepujt dhe i dërgoi ata 2 nga 2 në fillim në Jeruzalem, në tokën e Izraelit dhe pastaj në gjithë botën. Dhe ai dërgoi ata që të shpallin të vërtetën dhe shpëtimin, pra të vazhdojnë veprën e Krishtit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Shën Agustini shpjegon se dishepujt nuk janë nga bota, por dërgohen në botë për ndriçuar ata. Fjala nuk janë nga bota nuk do të thotë se ata janë alien, po janë njerëz që u morën nga bota, por nuk kanë më mentalitetin e botës, sepse u mësuan nga Krishti, u shenjtëruan nga Shpirti i Shenjtë dhe u dërguan në një botë të mëkatit për ta ndriçuar atë. Prandaj dhe Krishti ju thotë, ju jeni drita e botës. Si ta interpretojmë sot këtë varg? Të krishterët nuk thirren të izolohen nga shoqëria, por të jetojnë në botë, por me frymën e Krishtit, me dritën e Krishtit, në familje, në punë, në shoqëri, në të gjithë aspektet e kulturës dhe të shkencës. Besimi nuk është vetëm privat, por është një mision. Ne të gjithë jemi të dërguar të Zotit, jemi apostujt e Krishtit, mbushur nga Shpirti i Shenjtë dhe të katekizuar nga Kisha, që atë çfarë neve e besojmë dhe jetojmë t'ia themi edhe të tjerëve me dashuri, duke filluar që nga rreth ngushtë familjar, shoqëror dhe atje ku jemi dhe qëndrojmë me njerëzit, punojmë dhe jetojmë. Por le të flasim edhe për vargun tjetër, vargun 19 ku na thuhet: "Dhe unë për ta po shenjtroj vetveten, që edhe ata të jenë të shenjtruar në të vërtetë." Si të kuptojmë këto vargje? Unë për ta shenjtroj vetveten. Qirili i Jeruzalemit thotë se Isui shenjtron vetveten, jo se ai nuk ishte i shenjtë, por fjala shenjtroj do thotë e ndaj veten time dhe e afroj tek Ati si flijim. Etri theksojnë se Krishti është njëkohësisht prifti që afron, është vetë ofrimi ose kurbani ose therorja, flijimi, është vetë altari. Si ta interpretojmë sot? Shenjtëria nuk është vetëm një moral i mirë, por bashkim me Krishtin dhe sakrifica e Krishtit bëhet burim shenjtërim për besimtarët. Kur ne bashkohemi me Krishtin nëpërmjet pagëzimit, ne marrim meritat e Krishtit, marrim shenjtërinë e Krishtit, marrim shpirtin e Krishtit, pra Shpirtin e Shenjtë, dhe ne shenjtërohemi dhe hyjnizohemi, bëhemi të ngjashëm me Perëndin. Prandaj, nuk jemi të thirrur për të bërë thjesht moralist, të mirë, nuk është kjo misioni i krishterimit, por është për të bërë të shenjtë, të ndajemi nga bota e mëkatit dhe të ngjajmë Perëndis. Bëhuni të shenjtë ashtu si dhe Ati juaj është i shenjtë.
është thirrja që Krishti bën tek çdo besimtar. Kjo është sfida e të qenit një i krishterë. Vargu 20 thot: tani unë nuk lutem vetëm për ta, por dhe për ata që do besojnë në mua me anë të fjalës së tyre. Pra, këtu Zoti Jezu Krisht lutet për gjithë brezat e kishës. Do me thënë që nga koha apostolike deri në ardhin e dytë të Krishtit. Etri ta bite nga fakti se para kryqit Jesuj është duke menduar për besimtarët e arshëm, sepse ai është perëndi përtej kohës dhe hapësirës dhe i shikon gjërat tani. Prandaj interpretimi sot është Jesuj është lutur për ne tek Ati perëndi. Prandaj dhe vepron hiri i Shpirtit Shenjtë tek neve. Besimi ynë lidhet me dëshminë apostolike dhe transmetimin e ungjillit. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, ne jemi të krishterë sepse kemi marrë dëshminë apostolike nga apostujt që i dërgoi vetë Isu Krishti dhe që na ka transmetuar dhe ungjillin. Dhe vazhdon kjo vazhdimsi apostolike në kishë, e kemi nga apostujt tek episkopët deri më sot. Dhe ungjilli po ashtu nga goja e apostujve vazhdon të transmetohet nga kisha nëpërmjet episkopëve, klerikëve, teologëve, katekistëve, të cilët kanë këtë hir apostolik për ta transmetuar ungjillin brez pas brezi. Po le të lexojmë edhe për vargun 21 ku na thuhet që të gjithë jeni një ashtu si ti o Ati je në mua dhe unë në ty, dhe ata të jenë një në ne që bota të besojë se ti më ke dërguar. Sipas Shënqëririt të Kartagjenës, Isu Krishti i thotë këto vargje dhe për na treguar unitetin e besimtarëve me Perëndin dhe unitetin që duhet dhe ka kisha. Shëm Maksim Rëfysi thotë se uniteti i krishterë duhet pasqyroj harmoninë e Trinisë, ashtu si Perëndia është një qenie hyrore në 3 persona në bashkim të përsosur, kështu duhet të jetë edhe kisha. Kisha duhet të jetë e përsosur në unitet, pra me Krishtin, dhe Krishti përfaqësohet me ambasadorët e tij, pra që janë apostujt dhe pastaj jemi episkopët dhe të gjithë këtu pra kemi ato unitetin e kishës. Sot kemi një botë me përçarje, urrëtie dhe mbushur me egoizëm dhe krenari, por që këto nuk duhet të jenë në kishë, sepse kundërshtojnë lutjen e Krishtit për një unitet, për një bashkim. Prandaj ky varg, pra që të jenë një, është një varg aktual jo vetëm në kishë, por edhe për ne të krishterët në familje ku jetojmë dhe punojmë. Pra neve duhet të përpiqemi të bëjmë unitet bashkim. Po ky unitet dhe bashkim nuk bëhet thjesht në filozofira boshe ose dhe në marrëveshje të paqëndrueshme, po bëhet në Krishtin. Ku ne jemi të bashkuar në Krishtin, atëherë detyrimisht ne bashkohemi me njëri tjetrin dhe me Perëndin, sepse kemi një unitet. Pra Krishti me Atin dhe ne me Krishtin, dhe kjo realizohet nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Po le të vazhdojmë dhe lexojmë për vargun më poshtë, vargu 22 ku na thotë: dhe unë kam dhënë lavdim që më ke dhënë që ata të jenë një ashtu si jemi një. Pra, në këtë varg Shën Athanasi i Madh e interpreton se lavdia është pjesëmarrje në jetën hyjnore përmes hirit. Njeriu nuk bëhet zot nga natyra, por pjesëmarrje në jetën e Perëndisë. Do të thënë, vetëm Krishti është i bashkuar me Atin në një natyrë, por neve bashkohemi me Krishtin në natyrën e tij njerëzore, dhe natyra e njerëzore e Krishtit enjërizohet nga natyra e tij hyjnore, dhe ne marrim jo esencën e Perëndisë, por marrim energjitë e pakrijuar Perëndisë në Krishtin me anë të Shpirtit Shenjtë. Dhe kjo na bën pjesë të natyrës Perëndisë sipas hirit, jo sipas natyrës. Pra dallohet lidhja që ka Krishti me Atin, prandaj i thot Ati im, dhe lidhja që kemi ne nëpërmjet Krishtit me Atin, dhe ne prandaj lutemi Ati ynë. Si ta interpretojmë sot këtë varg, dinjiteti i të qenit i krishterë është shumë i lartë. Ne në Krishtin jo vetëm marrim faljen e mëkateve, por marrim birësim dhe pjesëmarrje në jetën hyjnore. Bëhemi fëmijë të Perëndisë, të adaptuar nga hiri dhe të ngjashëm me Krishtin. Dhe kjo quhet theosis ose hyjnizi, dhe nuk mbaron në përjetësi. Pra, natyra njerëzore është e krijuar e tillë që të hapet drejt Perëndisë pafundësisht, dhe natyra hyjnore e mbush pafundësisht natyrën njerëzore në ngjashmëri.
Kjo pra është dhe dinamika e jetës së përjetshme. Por le të flasim për vargun 23, ku na thuhet unë jam në ta dhe ti në mua, që t'jenë të përsosur në unitet dhe që bota të njohë se ti më ke dërguar dhe që i ke dashur ashtu si më ke dashur mua. Në këtë varg, Shën Gregori Nisës shikon misterin e bashkimit shpirtëror të njerëzit me Perëndin. Dashuria e krishterë bëhet dëshmi për botën. Dhe si ta interpretojmë sot, bota bindet më shumë nga dashuria, paqja, falja, sesa nga debatet, konfliktet. Kështu që të krishterët jetojnë në dashuri të vërtetë dhe Krishti bëhet i dukshëm nëpërmjet veprave dhe fjalëve tyre. Në qoftë se ne zbatojmë porositë e Perëndis, atëherë tregojmë se duam Perëndin dhe të gjithë do të kuptojnë se ne jemi nxënës të Krishtit. Pra, në qoftë se ju doni njëri tjetrin, tregoni se jeni nxënës të mi, thotë Krishti. Kjo është ajo çfarë e mund botën e mëkatit, botën e urrëtit, botën e egoizmit. Pra, dashuria e sinqertë për Perëndin dhe për njëri tjetrin që duhet ta kenë të krishterët. Dashuria bashkon në unitet dhe për këtë ka nevojë sot bota dhe ky është misioni i të krishterëve në botë. Te vargu 24 ne lexojmë: O atë, unë dua që ati ku jam unë të jenë me mua dhe ata që më ke dhënë, që të shohin lavdin time që ti më ke dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit të botës. Si të kuptojmë këto vargje, Shën Ambrozi Milan thotë se Krishti nuk dëshiron vetëm shpëtimin ton, por bashkësinë e përjetshme me të. Pra ai na marri atje ku ai ishte para se të vinte në botë, në mbretërinë e qiejve, në lavdin hynore. Lavdia është soditja e Perëndis në mbretërinë qiellore. Pra gjithë gëzimi i angjëve dhe fuqirave shpirtërore besnike është që kur soditin fytyrën e Perëndis, dritën e Perëndis. Dhe kjo soditje është e pafundme, sepse Perëndia jep shfaqje të ndryshme të vetes së tij tek angjëjt të shpirtrat besnik në qiell, dhe ata kalojnë në ekstaz, në atë adhurimin e vazhdueshëm dhe të përjetshëm, siç na thuhet në shkrimin e shenjtë: brorasin shenjtë, shenjtë, shenjtë Zoti Savaoth, qielli dhe ju janë plot me lavdin tënde. Hozana më të larta, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Ky është një himn i pareshtur i fuqie shpirtërore dhe ndodh jo me detyrim, por se ata mbushen me gëzim, përmbyten në ekstazën shpirtërore kur shikojnë lavdinë e Perëndis. Të njëjtën gjë pritet dhe ta shijojnë dhe njerëzit, të cilët bashkohen me Krishtin dhe transferohen në lavdinë e Perëndis. Pra, marrin pjesë në adhurimin angjëllor, që fillon që këtu në kish, për shembull në liturgjinë hynore ne themi himnin trishenjtor, shenjtë, shenjtë, shenjtë Zoti Savaoth. Prandaj që këtu fillon përjetimi i lavdisë në mbretërinë e qiejve. Qëllimi i jetës së krishterë nuk është vetëm, siç tham, përmirësimi moral, por jeta e përjetshme në Krishtin, në lavdinë e Perëndis. Dhe kjo jep kuptim gjithë vuajtjeve, sakrificave, besnikërisë që kanë të krishterët edhe përballë sfidave ose dhe përballë martirizimit të jetës së tyre, sepse ata presin një shpërblim të madh, presin që të marrin në pjesë në lavdinë që kishte Krishti para se të vinte në botë dhe që e ka tani, por që do ta kenë edhe ata që janë bashkuar në Krishtin. Flasim për vargun 25 ku lexojmë: O ati drejt, bota nuk ka njohur, por unë të kam njohur dhe këta e kanë kuptuar se ti më ke dërguar. Pra, këto vargje interpretohen nga etrit se bota e mëkatit, bota e idhujtarisë, ose zemrat e mbyllura të njerëzve ndaj së vërtetës, nuk e ka njohur Perëndin. Por Krishti e ka njohur Perëndin sepse vjen prej Perëndis dhe na i zbuloi Perëndin. Pra, krishterimi nuk është një filozofi racionale ose një përpjekje e njerëzimit për të njohur Zotin, sepse të gjitha këto dështojnë. Prandaj fatkeqësisht ka dhe shumë fe, sepse janë tentativa egoiste të mangëta, mjerane të njerëzve për të njohur Perëndin dhe për gjetur rrugë për shkuar tek Zoti, që është e pamundur, por krishterimi është një zbulesë, është një besim çfarë bëri Perëndia për ne dhe çfarë na zbuloi Perëndia në Krishtin, i cili është mësuesi i vetëm. Prandaj, njohja e Perëndis nuk është thjesht intelektuale. Njeriu nuk mund ta njohë Perëndin me racionalitetin e tij, por Perëndia zbulohet njeriu në Krishtin me anë të Shpirtit Shenjtë.
Prandaj, ne te Perëndia nuk shkojmë edhe nëpërmjet dijes, sepse askush nuk mund të arrijë të kuptojë misterin e Perëndisë, por në një marrëdhënie dashurie. Shkrimi i shenjtë thotë, shijojeni Zotin se është i mirë. Pra, shijoje Zotin, jo kuptoje Zotin. Kjo nuk do të thotë se ne nuk do vëmë inteligjencën në punë, ne nuk do adhurojmë një krijesë në vend të krijuesit, por duhet kemi kujdes edhe me egoizmin ton. Duhet kemi një mendje të përulur. Pra, ne do pranojmë zbulesat hyjnore që na ka thënë Krishti, apostujt dhe Kisha, dhe nuk do kërkojmë si herezia gnosticizmit për të kërkuar dije, sepse nëpërmjet dijes ne hyjmë tek misteri i fshehtë i Perëndisë. Të gjitha këto janë dështime njerëzore dhe janë lojra demoniake, ku njerëzit pastaj në vend që të shkojnë te Perëndia, shkojnë te djalli, dhe në vend që t'i falen Zotit, t'i falen idhujve ose mendjes tyre egoiste. Por si ta interpretojmë dhe sot, siç tham, njeriu modern mund të ketë shumë informacione, por përsëri nuk ka njohje të Perëndisë, sepse njohja e vërtet lind nga zbulesa Perëndisë dhe nëpërmjet lutjes, përulësisë dhe bindjes ndaj së vërtetës. Dhe e vërteta nuk është diçka abstrakte, e vërteta është materializuar, është mishruar, është në personin e Jezu Krishtit. Çfarë i tha Zoti Jezu Krisht Pontit Pilat? Unë për këtë kam marrë që them të vërtetën. Dhe Ponti Pilat, edhe pse kishte të vërtetën përballë, dhe tha kush është e vërteta? E vërteta është Krishti i mishëruar. Pra, fjala e Krishtit, vepra e Krishtit është e vërteta dhe nuk ka të tjera të vërteta. Këtë thanë apostujt, këtë tha dhe vazhdon thot Kisha Apostolike dhe ta dëshmojnë etrit dhe ta sibulosin martirët. Por le të flasim edhe për vargun 26, që është dhe vargu i fundit për sot, dhe unë i kam bërë të njohur emrin tënd dhe do ta bëj ta njohin akoma, që dashuria me cilën ti më ke dashur mua të jetë në ta dhe unë në ta. Ky vargu 26, sipas Shën Simeoni teologu të ri, thotë se kulmi i jetës shpirtërore është banimi i Krishtit në zemrën e njeriu. Dashuria e atit për birin bëhet pjesë e jetës së besimtarit. Pra, shikoni se sa lart shkon njeriu në Krishtin. Atë dashuri që ati ka për birin, që si them gjithçka ai e ka për birin e vet, ati jeton për birin dhe biri po ashtu jeton për atin. Kjo është jeta e brendshme e Trinisë së Shenjtë, Shpiriti për atin dhe për birin. Por kjo dashuri e atit për birin, kjo dashuri çohet tek njeriu që bashkohet në Krishtin. Prandaj ati na do me atë dashuri që do birin e tij, që dhe bëri bir njeriu. Kështu që kur neve bashkohemi me Krishtin dhe marrim shpirtin e Krishtit, ne bëhemi krishtër dhe dashuria e atit është tek neve. Prandaj dashuria e atit për birin bëhet pjesë e jetës së një besimtari në Krishtin. Dhe interpretimi për sot është se krishterimi nuk është vetëm rregull apo një traditë, është prania e Krishtit në njeriu, është prania e dashurisë së Perëndisë së njeriu. Te kemi thënë edhe tjetër dhe përsërisim. Njeriu është i përqafuar me dashuri trinisore, trinitare. Ati është mbi ne, në përqafimin e tij, në dashurinë e tij, biri është në krahun ton, pra në dashurinë e tij, dhe Shpiriti i Shenjtë është brenda nesh në dashurinë e tij. Pra, trinia e dashuron dhe përqafon njeriu në 3 persona. Kështu që si mund të themi që ne nuk na do askush, na do Perëndia. Prandaj, kështu le ta shikojmë edhe këtë pjesë të ungjillit që lexuam sot dhe mendoj që këtu do ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuam në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.